për shembull, ti keni kumshi që ai kumshia ti e ndjeni që ai kumshia ka armë, mrena i ka kretsenet, është i fort fizikisht, ka armë. Edhe ti njërin sen ki dhe ti fort fizikisht edhe ti ke armë. Shpi. Kur jem ndjeni të dyja palët, si jeni të rrezikshëm, ç'a bani? Ju automatikisht përdorni anën e mirë. Sillni mirë. Unë sillem mirë për veti, se unë di që kumshia është i rrezikshëm. Edhe kumshia sillet mirë me mua se e din dhe se unë jam i rrezikshëm. Tashi unë po flas me metafora. E zojmë shembull i heqim me armët. Tashi s'po e bazojmë forcën te armët. Tashi e zojmë shembull kumshia është i fort fizikisht, unë jam i fort fizikisht. Domethënë jena të rrezikshëm, jena të rrezikshëm të dy. Kur jam ndjeni se kena forcë edhe kena një potencial, kur unë jam për shembull ndjeni se kumshia është i fortë edhe ka potencial të madh, domethënë ka ato ligjet e rregullat e veta, edhe ai është ndjeni që unë kam ligjet e rregullat e veta, ç'a ndodh? Është gjithmonë mirëqenia. E respektojmë njëri tjetrin. Kur e heqim dhe këtë anën fizike, tash shkojmë në ana morale, shkojmë në ana morale. Tash kur e dim që kumshia është i moralshëm, edhe kumshia e di se unë jam i moralshëm, ç'a ndodh? Nuk i bim qafë njëri tjetrin. Respektojmë njëri tjetrin.